Qeveria në mbledhjen e fundit ka shqyrtuar propozimin për shpalljen e konkursit për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe i ka propozuar Kuvendit të shpallë konkursin në gazetën zyrtare dhe të paktën në 2 gazeta ditore, nga të cilat një botohet në gjuhën që flitet nga të paktën 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase. Sipas ligjit për prokurorinë publike, kryeprokurorin e shtetit të Maqedonisë së Veriut e emëron Kuvendi me propozim të qeverisë për një mandat prej 6 vjetësh me të drejtë rizgjedhje. Kuvendi duhet të shpallë konkursin jo më vonë se 2 muaj para përfundimit të mandatit të kryeprokurorit të shtetit ose më njëherë pas lirimit të vendit. Sipas ligjit, kryeprokurori i shtetit është i detyruar të njoftojë qeverinë për përfundimin e mandatit jo më vonë se 3 muaj para përfundimit të tij. Afati për dorëzimin e aplikimeve është 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në gazetën zyrtare. Sipas nenit 61 paragrafi 1 të ligjit për prokurorinë publike, për kryeprokuror të shtetit mund të emërohet ose zgjidhet një person që i përmbush disa kushte, siç janë të jetë shtetës i Maqedonisë, të zotërojë gjuhën maqedonase në mënyrë aktive, të ketë aftësi të plot juridike, të ketë përfunduar studimet juridike me 300 kredi ose nivelin 7/1 të arsimit në fushën e shkencave juridike, ose të ketë diplomë të nostrifikuar nga studime juridike jashtë vendit me 300 kredite, si dhe të ketë kaluar provimin e jurisprudencës. Kushtet e veçanta për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit janë që kandidati të ketë përvojë të pandërprer pune prej të paktën 10 vjetësh si prokuror publik ose si gjykatës në fushën e së drejtës penale. Kuvendi i Maqedonisë në mbledhjen e 16 dhjetorit të 2025 i caktoi Lupço Kocevskit përfundimin e detyrës si kryeprokuror i shtetit të Maqedonisë. Ai dorëzoi dorëheqjen në ditën kur Kuvendi duhet të shqyrtonte propozimin e qeverisë për shkarkimin e tij.